Po thuaj se Allah për natë, si jem të diskutua, kime punua, kime angazhu, kjo është punë e kryme. Ti dush me kon i zelshëm, dush me kon punëtor, dush me kon aktivist, dush me kon i vyshëm, dush me kon. Veç po të kallëzoj që kur të krysh një punë, që ka kime mas asoj punë. Se për që si jem punë, zban. Nuk po mësë me kon badi avgjia, për. Ejub Sakhtianit, rahimullah, një njeri ka mundësi me bëhet debatun me ty, debat, ka ndale dilin, tani debat, ama dili jetës, s'ka vakët Allah. Se debati me qatë njëri, qka përfiton Ejub Sakhtiani? Betë smuj përfiton, në smuj dash me janë gjitë, hinë debat me ta. Kërshë qëfar nivelli, e kërshë qëfar diskutime pa qëfar tema. Njëri ullët, njëri rëndomt, pa plan, pa kurgjë. E menën që i këtë dujët është ka vakt, me bëhet debat, ja s'kam punë tjera, andaj bë projekt një tonë, angazhoj vetën tonë, mos të kohë të lirë, nëzëni vetë me diqka, vallaj në kohë të lirë, shejtani bjen vezvese, të në në kohë të kam vezvese, kam sene, vezvese është sprovër, s'munja, Allah në rujtë, Allah i shërot ata që janë kësi probleme, po zakonisht ju themi, ato që ne kam su djetarët, zakonisht, aj që ka vezvese, qëka i thush? Mos me na për vezvese, që po në lëdo dikone, që shkujnë vezvese të më, dhe shikane qëfar punë e bë muslimanit, shko qëfar punë e bë. Allah të fe i dha ferakte, kër e krynë punën, do më peni punë e kër e krynë, në aktivitet nashëm, fensab, fjalla fensab, bjen për nësab, i bjen punë e ronë, do më peni punë e të ronë, kalon punë të ronë tjetër, do më kalon e punë serioze, punë që kanë peshë, punë që kanë produktivitet, 2 javë dhe të punë jëmë qajtë të po, 2 javë dhe është të e rezu, surën Felek edhe Nas, se Ikhlasën e konkuri shtunë në kalumë, në punë, 3 sure, apo 3 sure s'min një kry për 2 javë, ju do këtë qëdi ju, ju do këtë qëdi, po mirë mere hatën e mërëndë kure ke bo atë mërëndë, këtë të zbërtejsh në ku, i bjen ka i kuri vallanditje me kënu, ka një kuri vallanditje me kënu, hatë me ishbo dhe që ta është i Korani, andaj, edhe kësaj si thotë, punë asë punë, ndryshe lezohet Korani, ndryshe lezohet hadith, ndryshe bot ibadeti, ndryshe punë tjera. Pasu knaq me punë tëllë ta, knaq me naltë, edhe ka zotë gjithë ti ekshë orientu më thëmë. Në mëjsh me punu shumë dënja, ama gjithë malon me kuni lidhë një badet, për me një grahja, po kime pa që s'mun është gjithë, se ka ere orientimin, ta prish dënja e orientimin, e Allah po thotë, po nësat mun është, po orientimin ruja, kiblën ruja, gjithmonë, apo? Këtheu ka kibla, gjithë. Wa ila rabbike fargab, gjithmonë, suneje që ka tjepë Allahu te barekotale. Gjithmonë, punë sa dush, angazhohu, ladu, mësa krejt. Por kur mëse ullë pazarin e sevapit, kur? A për kuptani? Dëmonë, gjithmonë dhe tjetë fryti i punës tone, shpërlimi Allah të azvillë. Në kej që ka shpërblim, që ka sevap, mas mirit mund shumë e fitu, që atje bu në zellë shumë. Sprish punë, ku do koftë? Që kjo është aja që ta lecën jetën, kur i zellë shumë, i angazhum, lodhësh në punë, duhura, apo gjithë me synën matnaltën, edhe në Allah në bështetësh, kime pa sa jeta e letë botë, sa shpejt koha shkën, apo sa dvynë kohë, e kështë më radhë, për shumë punë tjera, organizoj kohën, menagjoj kohën, ruaj kohën, nga se kohë është jetë e jote, ruaj nga hajnat e kohës, nga rëmbyësit e kohës, nga shkatruesit e jetës, në shumë rrjete sociale ku humbim kohë të vazhdueshme, në gjëra palidhje, të kota, duke ushqyer kurreshtjen që kur s'ngopët me punë të hallkut, ku shkuan çka bën e çka tha. Le njerëz, nga se kur të në varr, s'kryen punë vallahi as Facebooku, as filoni s'kryen punë, çka ke bo wa ila rabbika fargab. Me që të punë që e kun ka Allahu i këthijëm, ka kibla, i orientuar në kërkim të shplimit Allahu Gjallahu Ala, që kjo të kryim puna. Që kjo është e që duhet. Nga se s'ki ko me hum ti e me ndo kohën, këtë kohë e ka për dunjaj, këtë kohë për heret. Këtë kohë është për heret, edhe dunjaj është për heret, nga se s'ka kohë edhe me pakon 10 fish se e kemi, e limu me katë që e kemi. Ande besimtari, nga punë në punë, nga angazhimin në angazhim, nga lodhja në lodhje, e pushimin ku e ka, pushimin e ka, në gjennet, si kur që e kanë pyet Imam Ahmed Rahimullah, kur ki muna në borë? Ka thonë kur e qesë koma në gjennet, që atërë thonë pështumë pasha Zoti, e ati e flaj me rrimë sa dojmë, inshallah, bindillah.